Sa costo mundo de curățenie certificată a originis, sa coho mundo curățenie de marieve sistemi i declarimi de barla plac, ceată tele muiorli de barla de gătiviti, volimi i import deve de export deve mes nimbos, në provincën chineze Zhejiang, de vendeve de Evropës qendrore dhe lindore, ndër të cilat edhe Shqipëria i dej kaloi 14.5 miliardë yuanët. Ndërkohë që eksportet vazhdojnë ndërlidhen, gjithnjë e më shumë produkte karakteristike nga vendet e Evropës qendrore e lindore, po hyen në tregun kinez. Pas këtyre shifrave nuk fushihet vetëm rritja e tregtisë, por edhe selimi i vazhdueshëm i bashkëpunimit mes Kinës dhe këtyre vendeve. Si një dritare e rëndësishme e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, Ningbo bëj bëllizin tregtar ndërmjet të dy rajoneve gjithnjë e më të afërt. Kjo në përmjet procedurave më efikase doganore, politikave më lehtësuese dhe shërbimeve inteligjente të informacionit. Për shembull, për pjesët e këmbimit të automjeteve të importuara nga vendet e Evropës qendrore e lindore. Kompanitë mundën të bëjnë në deklarimin doganor, ndërsa marrërat janë ende duke u transportuar në det. Sapo mbrinë në port, ato tërkohen menjëherë në linjet e prodhimit. Përmirësimi i efikasitetit doganor po forcon gjithashtu qëndrueshmërinë e zinxhirit industrial dhe të furnizimit. Ndërkohë, me përmirësimi e vazhdueshëm të mekanizmave të bashkëpunimit ekonomik e tregtar mes Kinës dhe vendeve të Evropës qendrore e lindore, gjithnjë e më shumë ndamarrje po përfitojnë nga lehtësitë tregtare dhe uljet tarifore. Pajisjet mekanike e elektroshtëpiake dhe produktet mbështetëse për energjinë e re prodhuar në Kinë po hyen në tregjet e Evropës qendrore e lindore me çmime më kongruese. Nga ana tjetër, produktet karakteristike të këtij rajoni, si mjalti, duke përfshirë edhe atë shqiptar, vaji esencial i trëndafilit dhe të rithërat po pasurojnë në zgjedhjet e konsumatorëve kinezë, duke e sjellë bashkëpunimi ekonomik e tregtarë dybalësh më pranë jetës së përditshme. Sot bashkëpunimi mes balave nuk kufizohet më vetëm te shitblerja. Platformat digjitale të shërbimit dhe sistemet e informacionit për futjen e produkteve ushqimore po ndihmojnë në ndërmarrjet të ulin palërlat e informacionit dhe ta bëjnë tregtinë ndërkufitare më efikase dhe më të lehtë. Nga korridoret logjistike dhe inovacioni institucional, Kina dhe vendet e Evropës qendrore e lindore po krijojnë një zinxhir gjithnjë e më të ngushtë, duke i dhënë energji të re bashkëpunimit ekonomik rajonal.